Gjykata e Tiranës vendosi ta dënojë me 16 vite burgim 14 vjeçarin Mario Përlleshaj, pasi e shpalli fajtor për vrasjen e bashkëmoshatarit të tij, Martin Cani, në vitin 2024 pranë shkollës 9 vjeçare Fanoli, ku 2 të miturit ishin nxënës të pasaj shkolle. Pavarësisht se prokuroria kërkoi 25 vite burgim, Përlleshaj përfitoi ulje të dënimit për shkak të moshës, pasi sipas kodit penal për të mitur, ai nuk mund të dënohet më shumë se 12 vite. Babai i Martin Canit u shpreh se ky vendim përbën një rrezë shprehje për familjen e tyre. 3 ditë para ngjarjes së rënd gjatë një konflikti të ndodhur në shkollë, Martin Cani dhe i dyshuari kishin pasur një debat mes tyre, i cili u duk se u qetësua, por mbeti i papasqyruar dhe i neglizhuar edhe nga oficerja e shkollës Fanoli, pasi nuk u raportua as në drejtori e as tek prindrit. Ngjarja tragjike 18 nëntori 2024 ndodhi pas përfundimit të mësimit. Të dy të miturit u takuan jo larg shkollës, ku konflikti u shpërtheu sërish dhe përfundoi me vrasjen e Martinit, plagosin e shokut të tij dhe vetë plagosin e autorit me thik.